Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe këtë javë. Si zakonisht njojmë me titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme, duke u kthyer në studio me dy musafir. I pari do të diskutojë në lidhje me rritjen e çmimeve në vend, po ashtu edhe musafiri tjetër, i cili do të diskutojë rreth çështjeve politike, po ashtu edhe të gjitha ngjarjeve që kanë karakterizuar ditët në vijim. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur mëngjesin e sotëm në takim me emisarin e ri të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen. Në takim u diskutua dialogu Kosovë-Serbi të lehtësuar nga BE-ja për sigurinë në rajon dhe integrimin evropian të Kosovës. Kosova është dëshmuar tashmë si pala konstruktive në dialog e angazhuar për paqe, demokraci e studim të vendit, prandaj mbajtja e basave të padrejta të BE-s ndaj vendit tonë po i dëmton jo vetëm qytetarët tanë, por edhe balancën e nevojshëm në dialog, thuhet në postimin e Osmanit në Facebook. Pas takimit me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen ka mbërritur në objektin e qeverisë së Kosovës në takim me kryeministrin Albin Kurti. Fenomeni i fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta vazhdon të shfaqet në proceset zgjedhore në Republikën e Kosovës. Edhe në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 9 shkurt 2025, u regjistruan fletvotime të tilla dhe sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, bëhet fjalë për më shumë se 27.000. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmer Elezi, ka treguar se nga numri i përgjithshëm i votuesve që votuan në vendvotime të rregullta, vendvotimet me kusht dhe në votimin jashtë Kosovës, 2.83% e fletvotimeve ishin të pavlefshme apo të zbrasta. Sipas Elezit, nëse këto të dhëna krahasohen me të gjitha proceset zgjedhore, në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me lista të hapura, pra ku votuesit kanë zgjedhur subjektin politik dhe kandidatët për deputet, atëherë në zgjedhjet e 9 shkurtit është regjistruar numri dhe përqindja më e ulët e fletvotimeve të kësaj natyre. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me shpalljen e rezultateve përfundimtare, nga 966.283 votues që votuan në vendvotime të rregullta me kusht apo në votimin jashtë Kosovës, u regjistruan 27.433 fletvotime të pavlefshme dhe të zbrasta. Pra, në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 9 shkurt të vitit të 2025, 2.83% e fletvotimeve janë të pavlefshme dhe të zbrasta. Sipas analizave të KQZ-s, pjesa më e madhe e fletvotimeve të pavlefshme është për shkak se votuesit përzgjedhin vetëm kandidatët për deputet, por jo edhe subjektin politik apo kur zgjedhin më shumë se një subjekt politik. Nëse këto të dhëna krahasohen me ato të proceseve të kaluara zgjedhore për kuvendin e Kosovës nga viti 2007 deri në vitin 2021, pra në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me lista të hapura, mund të themi se kjo mbetet përqindja më e ulët e fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta. Vetëm në 2 procese zgjedhore për kuvendin e Kosovës të vitit 2001 dhe 2004, në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me listat të mbyllura, pra ku votuesit kanë përzgjedhur vetëm subjektin politik, por jo edhe kandidatët për deputet, është shënuar përqindja më e ulët e fletvotimeve të tilla dhe kjo ka qenë nën 2%. Sipas të dhënave të KQZ-s, në zgjedhjet e para për kuvendin e Kosovës të vitit 2001, numri i fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta ishte 1.93% apo 15.493. Përqindje më e ulët është shënuar edhe në zgjedhjet e vitit 2004 dhe sipas KQZ-s ishin regjistruar vetëm 1.35% e fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta apo 9.430. Me ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe hapjen e listave, çka do të thotë se votuesit përveç subjektit politik mund të zgjedhnin edhe kandidatët për deputet, filloi të shtojë numri i fletvotimeve të pavlefshme.
Politikan e bashkëpunëtor kanë vizituar të hënën familjen e ish-presidentit Hashim Thaçi në Buroj, pas vdekjes së babait të tij, Haxhi Thaçi. Ata kanë shprehur ngushëllime dhe kanë kujtuar atë si një njeri me vlera të larta. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se Haxhi Thaçi ka udhëhequr jo vetëm familjen e tij, por ka kontribuar edhe në edukimin e brezave. Ai nënvizoi se dhimbja ishte edhe më e madhe për shkak të mungesës së Hashim Thaçit, i cili ndodhet në Hag, duke u përballur me një proces të zgjatur gjyqësor. Do ta kujtojmë gjithmonë për vlerat e jashtëzakonshme që i ka pas, ka qenë një njeri që vërtet unë i them më shumë se sa vetëm një prind i njeriu që ka udhëhequr edhe procesin e çlirimit dhe pavarësimit të vendit, por një karakter epik, ashtu siç i kemi mësuar edhe në kaluar edhe në traditën tonë, ata shqiptarët e mirë të vërtet që kanë ditë me eduku jo vetëm familjet e tyre, por gjithë brezat, ka qenë një njeri që gjithmonë ka qenë i buzëqeshun, dashamirës, një njeri që na ka përkrahur gjithmonë dhe fjalët e tij, këshillat e tij dhe kujtimet që i kemi me të do t'i mbajmë gjithmonë si shumë të veçanta. Na vjen keq se kjo është një vdekje që bëhet edhe më e rëndë për shkakun e mungesës presidentit Thaçit. Së paku ai pati mundësi që para pak ditësh ta takoj për herën e fundit babain e tij, por vërtet kjo dhëmbje shkon e rritët për familjen, për neve të gjithëve, për shkakun e mungesës së presidentit Thaçit. Kujtimi për Basen Haxhi do të jetë i përhershëm e ne. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, gjatë vizitës së tij në Buroj për ta ngushëlluar familjen e presidentit Hashim Thaçi, tha se është padrejtësi që ai nuk është afër familjes. Sot ju bashkum familjes Thaçi, familjes presidentit Hashim Thaçi në ngushëllime. Para një kohë kam qenë këtu në familje, në atë kohë kam marrë se nana ishte e smurë dhe në gjendje jo të mirë. Kuptohet, ishte edhe takimi i mramë dhe biseda e mramë që kam pas me babën, me Basin Haxhi. Me thonë dhe dhimbja po rritet, pra na jem shqiptar, na vjen keq kur familjet tona kalojnë në përdhimbje. Kuptohet edhe kryendojnë këto padrejtësi, si rasti i presidentit që shashtu me familjen. Besoj shumë që nga kjo vujtje, kjo dhimbje, sakrificë, do të nxjerrin mësimet më të mira të shqiptarëve, me ju kushtu adheut lirisht në vazhdimsi. Është nënkryetari i OVL UÇK-s Nasim Haradinaj gjatë vizitës së tij për ngushëllim, është shprehur se dhimbjen e familjes po e shton fakti që Hashim Thaçi ndodhet në Hag. Vetë fakti që ka një djalë, i dha një djalë Kosovës i cili kalojnë për gjitha proceset dhe të gjitha i kriminalë, unë mendoj që është një vepër që nga ana fetare thuhet që jeton dhe që cilët ati i bën lavdi dhe është e përjetshme. Prandaj dhimbja është si dhimbja edhe qoftë edhe si prindë madhe, është si dhimbje edhe për shokët, sepse prindi një shokut është dhimbje edhe për shokët, por këtë dhimbje shton sot vetë pozita e zotit Hashim Thaçi ku gjendet sot dhe djemve tjerë që janë atje. E kushëriri i familjes Thaçi Milazim Thaçi rrëfeu kujtimet me të ndjerën. E kujtoj si shumë u kon i fort edhe në dho ke gajret bajage, hiq më së mërzitën se ka Kosova, ka më shliru, likshtë vallohi, u mërzit ka fort, haje në ajë në una vete. Ajë theke, o Hashimi theke, kish më orë. Ma du me prita, dhe më që se priti. Imi Haxhi Thaçi do të bëhet nesër në ora 15 në varrezat e fshatit Buroj. Lajmi për vdekjen e Haxhi Thaçit u bë ditur të dielën vonë. Ai ishte i shtruar në qendrën klinike universitare, pasi ishte në gjendje të rëndë shëndetësore. Ende nuk dihet nëse gjykata speciale do t'i jap leje Hashim Thaçit për të ardhur nga Haga në Kosovë. Korniza ligjore e dhomave të specializuara të Kosovës u amundson personave të paraburgosur që t'u bëjnë kërkesë gjyqtarëve kompetent për arsye detyruese humanitare. Gjyqtarët do të vendosin për kërkesa të tilla. Haxhi Thaçi ishte shtruar në qendrën klinike universitare pasi ishte në gjendje të rëndë shëndetësore.
Oda Ekonomike e Kosovës ka kërkuar që të shtyhet kërkesa e zyrës së rregullatorit për energji që konsumatorët me mbi 50 punëtor ose që kanë një qarkullim mbi 10 milion euro të dalin në një treg të hapur energjetik. Në një diskutim të OEK me rreth 100 biznese dhe me zyrtar të ZRE-s, bizneset kanë kërkuar që vendimi i lartë përmendur të shtyhet për të paktën një vit në mënyrë që të marrin kohën e nevojshme për të filluar përgatitjet, në të kundërtën do të dëmtohen. Kryetari i OEK-ut, Lulzim Rafuna, ka thënë se sipas të dhënave nga administrata tatimore, sipas këtij vendimi në tregun e hapur duhet të dalin 1294 biznese, derisa 61 biznese kanë të punësuar më shumë se 50 punëtor. Për këtë arsye, mbasi diskutimeve të shumta që patëm me zyrtarët e ZRE-s, ishte kërkesë e të gjithëve që parashifet mundësia mu shtys të paku një vit ky vendim për me fillu mu implementu, do mund që bizneset e mëdha të dalin në tregun e hapur, për shkak pikërisht këtyre shqetësimeve. Dhe e dyta ishte që të drejtohemi institucioneve të vendit që në rast se nuk gjendet mirëkuptim që të shtyhet ky vendim, së paku si veprohet në të gjitha shtetet e rajonit, po edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, në disa shtetet e Bashkimit Evropian, që sidomos sektori i prodhimit, bizneset të cilat janë prodhues të subvencionohen. Ai ka thënë se në takimin me zyrtar të ZRE është theksuar që kërkesa të shtyhet për të paktën një vit. Keni numër shumë i madh i biznese, afro 100 biznese, më të mëdhajat dhe dominun ato që i kemi prodhuese. Është një shqetësim i bizneseve për vendimin e ZRE-s, i cili kërkon që bizneset mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro që kanë qarkullim prej një qershorit të dalin në tregun e hapur. Pa të mundësi edhe zyrtarët e ZRE-s mi dëgju shqetësimet e biznesit, në këtë rast më të theksuar ishin edhe shqetësimet më të mëdha ishin te sektori i prodhimit, për arsye se dihet që dalja në treg parashifet që të ketë edhe rritje të çmimit të energjisë elektrike, ku do të ketë efekt zinxhiror te prodhuesi, do të arrit kostën e prodhimit ose kostën e produktit, i cili më pas kostot do t'i bartet konsumatorit dhe produkti jonë brenda tregut të Kosovës nuk do t'jetë konkurent me produktin e importum si që ka qenë deri më tani, por do t'jetë më i shtrenjtë se sa produkti importum. Sipas tij, vështirësi tjetër në rast se nuk shtyhet kërkesa e ZRE-s është edhe sjellja e investitorëve të huaj. Qoftë është më i shtrenjtë, dhe na del më shtrenjtë se sa i rajonit, atëherë do ta kemi vështirë që përveç sfidave tjera, edhe me këtë sfidë i sillemi investitorët e huaj. Nuk jemi kundër vendimit, nuk jemi për mos me dalë në tregun e hapur, por nuk është momenti se ka qenë periudha shumë e shkurtë. Nuk ka pas një dialog publiko-privat një kohë më të madhe ose një kohë më të gjatë, në mënyrë që biznesi mu përgatit. Dhe kërkesa tjetër që vjen për partitë politike nga Oda Ekonomike e Kosovës, kërkesa e zyrës së rregullatorit për energji që konsumatorët me mbi 50 punëtor ose që kanë një qarkullim mbi 10 milion euro të dalin në një treg të hapur energjetik ka shkaktuar shqetësime të shumta në radhët e bizneseve të Kosovës. Kompanit paralajmërojnë për rritje të kostove dhe çrregullime ekonomike nëse ndodh shpejt ky liberalizim i tregut energjetik. Duke filluar nga 1 qershori, bizneset e mëdha në Kosovë kërkohet t'i zgjedhin vetë furnizuesit e tyre me energji elektrike. Derisa ZRE ka pranuar se kjo kërkesë mund të sjellë shqetësime tek bizneset dhe ka theksuar nevojën për një proces të kujdesshëm dhe mbështetje gjatë këtij kalimi. Në seancën e shqyrtimit fillestar të akuzuarit për spionazh për Agjencinë Serbe të Sigurisë të Informacionit Bedri Shabani dhe Muharrem Çerimi janë deklaruar të pafajshëm për veprën penale spionazh, ndërsa i akuzuari Muharrem Çerimi pranoi fajësinë për veprën penale anë mbajtje pa leje. I akuzuari Bedri Shabani teksa mohoi akuzën për veprën penale spionazh u kthye nga kamera duke bërë simboli me gisht të njohur nga ish-presidenti Hashim Thaçi.
Akuzën për spionazh e moj dhe akuzuari tjetër me harrem qerimi, por ky i fundit e pranoi fajësinë për veprën penale anë mbajtje pa leje. Plotësisht jam i pafajshëm. Mirë, shkruaj. Plotësisht e konsideroj veten pafajshëm. A e pranoj fajësinë, nuk e pranoj? Nuk e pranoj fajësinë për veprën penale dhe spionazh. Nuk e pranoj fajësinë për veprën penale dhe spionazh. E pranoj fajësinë. Dërsa për veprën penale? Mbajtjes pa leje, pra. Mbajtjes për mos i kontroll. E pranon fajësinë. Po. Prokurori e rastit Fikrije Fejzullau kërkon nga i trupat gjykues ta pranoj fajësinë e qerimit për veprën penale anë mbajtje pa leje. Ky pranim duhet të pranohet dhe i propozon gjykatës që të merr akt vendim për pranimin e fajësisë, me që ky pranim fajësie është në përputhje me dispozitat procedurale, filluar nga fakti që nga fillimi ka pasur mbrojtje dhe ka pasur mundësi që mjaftueshëm të konsultohet me të. Dhe mbrojtësi i qerimit, avokati Betim Shala, u pajtua me praninë e fajësisë nga ana e klientit të tij lidhur me veprën penale anë mbajtje pa leje. Pas pranimit të fajësisë për anë mbajtje pa leje nga i akuzuari Muharrem Qerimi, kryetari i trupit gjykues, Rahman Beqiri miratoi pranimin e fajësisë nga ky i akuzuar. Më pas nxori akt vendimin që shpallja e aktgjykimit për mbajtje pa leje është shtyr deri më përfundim të kësaj çështje penale. Trupi gjykues njoftoi se për veprën e spionazhit palët kanë të drejtë në afat prej 15 ditësh të paraqesin kundërshtimin e provave apo kërkesë hudhje të aktakuzës. Një person, punëtori i një kompanie të sigurimit, ka mbetur i plagosur në grabitjen që ndodhi sot në hapësirat e jashtme të qendrës tregtare në Prishtinë. Cak kishte qenë automjeti transportues i cili barte para. Nuk dihet ende nëse të grabitësit arritën të marrin ndonjë gjë. 4 të dyshuarit u larguan me automjetin e tyre pick-up ngjyrë bardhë në drejtim të Hajvalis. Vetura e cile kishte targa gjermane u gjet e braktisur dhe e djegur në atë lokacion, derisa personi plagosur bëhet e ditur se po i nënshtrohet një intervenimi kirurgjik dhe se gjendja e tij është e rëndë. Të nderuar shikues, pas bllokut të lajmeve u kthyem në studio për të folur rreth rritjes së çmimeve të rrymës në Kosovë. E me mua në lidhje direkte është Fadil Miftari, i cili do të na flasë më shumë rreth çështjeve ekonomike në vend. Zotëri Miftari, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Lutem, me shumë kënaqësi. Zotëri Miftari, pra kemi parë një vendim të ZRE-s për shëritim të rrymës tashmë së fundit. Si e keni parë këtë çështje, sa do të ndikojë kjo në ekonomitë financiare në vend? Gjithsesi, ky vendim, ose ky paralajmërim, le të themi që me një qershor të ketë një liberalizim të tregut energjetik, sidomos një paralajmërim e cila ju ka shkaktuar një, le të themi, një shqetësim ose një trazir tek bizneset, duket se do të jetë një sfidë jashtëzakonisht e madhe tek bizneset në Kosovë, sidomos bizneset e mëdha, të cilat kam paralajmëruar se do t'ju shkaktoj probleme në mirë funksionimin e tyre, dhe unë lexova disa prej reagimeve të bizneseve të cilat edhe shprehin në rrezikun edhe të, le të themi, tek falimentimi i tyre për shkak të një vendimi ndoshta të shpejt të cilin ka paralajmëruar ZRE në këtë rast. A mund të ketë mbyllje të bizneseve, zotëri Miftari, masi që ka shtrejtim të rrymës? Po, shive, unë i pashë reagime të pronarëve të bizneseve dhe ato e paralajmërojnë diçka të tillë dhe është e prekshme nëse ka biznese të cilat kanë 200 ose edhe më shumë punëtor, dhe do ketë një dëm jashtëzakonisht i madh që i shkaktohet ekonomisë të Kosovës, jo vetëm ekonomisë, por edhe çështjeve sociale, sepse ata 200 persona, ata 200 punonjës do të beten pa punë në rastin më të keq, në këtë rast. Prandaj është shumë shqetësuese një paralajmërim i tillë, mirë po e shoh që duket një mobilizim pak a shumë i rrjetëve të bizneseve
që të cilat kanë kërku me do mos që vendimit të mos filloj së zbatuari në qershor, po t'ju jipet një hapësirë më komode deri në fund të vitit, dhe ne nuk e dim nëse kjo do t'jetë e përshtatshme ose do t'ja u lejoj zëre. Pra, edhe pse nuk ka një vendim të tjetër për shtyrjes së afatit të vendimit, pra përveç bizneseve, shqetësuese është edhe mjaft për qytetarët duke ditur se rryma tashmë po vije me një kosto goxha të madhe. Kemi parë shifra deri në 200 euro që ju kanë shku në një familje 5-6 anëtarësh. Pra është një rritje shumë shqetësuese duke ditur se me këtë çmim sa ka një kosto goxha të lartë, mirë po edhe nëse rritet edhe për 15%, sa do t'jetë edhe më e lartë kjo kosto? Po, gjithsesi, edhe kjo është jashtëzakonisht shqetësuese kur them në asnjë mënyrë kur e përmenda bizneset ose paralajmërimi i vendimit për liberalizimin e tregut energjetik, nuk do të thotë që qytetarët e rëndom nuk atakohen, gjithsesi edhe rritja prej 15% e paralajmëruar do të ketë një efekt jashtëzakonisht shumë negativ, duke pas parasysh kostot e larta të çmimeve të shportës së qytetarit dhe ta kenë një ngarkesë edhe për 15% të rritjes së energjisë elektrike si konsum mujor. Vërtet kjo është shumë shqetësuese duke pas parasysh edhe zhvillimet globale që po ndodhen ku ne si Kosovë nuk jemi ndoshta në prioritet që dikush të merret dhe të ndihmoj në tejkalimin më të lehtë të këtyre zhvillimeve që po ndodhin brenda këtu. Gjithsesi, do të jetë një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe, secilin prej neve dhe në rastin tim tëndin ose kushdo qoftë tjetër që rritja prej 15% do të ketë efekt jashtëzakonisht shumë negativ. Pra kemi pa që edhe në rritjen e kaluar që ishte, pati një reagim goxha të madh të qytetarëve, mirë po qeveria vetë se e mori vendimin. Mirë po sipas jush pse ky vendim u mor tani e jo para zgjedhjeve, duke ditur se vetëm sa i kaluam zgjedhjet, a do të ndikonte ky vendim edhe në zgjedhjet e vendit? Po sigurisht, ju e dini që paralajmërimi ka qenë se mund të ketë shtrejtim të energjisë elektrike, dikun ka tetori nëse zgaboj mirë po është shtyrë vendimi për faktin gjithsesi që të mos ketë impakt në procesin zgjedhor. Kjo është një lëvizje që kombinohet pak a shumë ajo lëvizja e dobive politike që mund t'i marrin në këtë rast pushteti me një vendim të tillë tashti pas zgjedhjeve që nuk mund të atakoj ose që nuk mund të atakoj procesin ose përqindjen e marrjes së votave përgjatë procesit zgjedhor dhe nuk e di, unë nuk jam politikan dhe nuk bëj politika kështu në llogaritë të partive politike, mirë po sido që tjetë është shumë thelpsore që cili do vendim të mos merret me kalkulime a ndikon apo jo në një proces zgjedhor, po të merret në kuadër të asaj që mund të jetë e favorshme për qytetarin e jo e dëmshme siç është në këtë rast. Inderum, përveç çmimeve të rrymës kemi parë edhe një rritje të çmimeve të ushqimeve bazë në vend, madje edhe ato esenciale ushqimore siç janë. Pra, këto të gjitha po ndikojnë jashtëzakonisht shumë duke ditur se paga minimale në vend është 350 euro dhe sa do të jetë e përballueshme gjithë këto rritjet e çmimeve si të produkte ushqimore ashtu tashmë edhe në rritjet e çmimeve të rrymës. Shiko, do të kur u marrë vendime ose miratimi i ligjit për pagën bazë, ishte një lajm i mirë që po ngritet niveli i pagës bazë, mirë po gjithsesi pas një
vendime të tillë që u duk më i këndshëm për njerëzit, tashti vjen dëmon me njëherë vendimet se në këtë rast për rritjen e energjisë elektrike, dëmon për 15%, dhe gjithsesi lejimi ose mos kontrolli aq sa duhet i lëvizjeve të çmimeve për artikujt bazë. Dhe do të pa marrë parasysh se nëse vendimi paraprak për rritjen e nivelit të pagës bazë, prap vjen në atë pozicionin pothuajse dëmon zero për shkak se çmimet ngriten shumë shpejt, saqë nuk e ka as kuptimin e vetë, dëmon vendimi ma hershëm. Pra, zotëri Mithari, duhet ketë edhe një rritje tjetër të pagës minimale për të qenë arsyeshëm krahas çmimeve në vend. Po gjithsesi, ose duhet të gjendem forma dëmon të përkrahjes së qytetarëve, dëmon nëse unë e kuptoj dëmon që është shumë problematike që brenda periudhave shumë të shkurta të ngritet niveli pagës bazë, mirë po nëse ngritja çmimeve dëmon të gjitha llojeve dëmon të konsumit, si energjik, si ato dëmon të çmimi i produkteve të bazë ushqimore, kjo gjithsesi një vend normal duhet të gjej forma për përkrahjen e qytetarëve, dëmon forma të ndryshme që duhet të gjej. Unë nuk jam brenda institucioneve në këtë rast që të them po, këtu mund gjendet ose këtu mirë, po qeveria është e obliguar që të gjejë mënyra për t'i përkrahur qytetarët kur vendimet e saj janë pak a shumë në disfavor të përditshmërisë qytetarëve. Pra, zotëri Mithari, keni parë ju qeverinë e vendit sa po merret me këto çështje, edhe si do t'ishte mënyra që t'i përkrahë qytetarët, që edhe nëse nuk ka një rritje të pagës minimale në vend, cila do t'ishte alternativa tjetër që të ndihmonte qytetarët e vendit në tejkalim të kësaj sfide mjaft të madhe. Pasi që qeveria u thirrë se ka një rritje të buxhetit shtetëror, pra ka rezerva shtetërore të arsyeshme, dhe gjitha këto si duhet të përdoren në mënyrë që gjendja e qytetarit të mos rëndohet më tepër. Po shipe, dëmon në vendet le të themi dëmon që funksionojnë në mënyrë normale, kur ka rritje le të themi të pakontrolluar, dëmon që nuk mund t'i kontrolloj një sistem, atëherë dëmon qeveritë marrin vendim që t'i subvencionojnë qytetarë në forma të ndryshme, dëmon ata duhet ta gjejnë formën se si duhet t'i subvencionojnë, që të mbërrinë që ta kenë më të lehtë përballimin e çmimeve të larta, dëmon gjithë artikujt ose të përditshmërisë ditore, javore dhe mujore. Dhe kjo, për tani nuk jam në gjendje se të them dëmon se ku ata duhet t'i marrin parat për t'i mbështetur qytetarët, por ata duhet ta gjejnë formën, ata duhet ta gjejnë dëmon mënyrën se në fundit e kanë buxhetin dhe kontrollojnë atë, dëmon dhe ata duhet ta gjejnë mënyrën dhe formën se si mund t'i përkrahin qytetarë në format të ndryshme për t'ja lehtësuar jetën e shtrejt, domethënë ngritjen e çmimeve që ka vështirësuar jetën dhe t'ja lehtësojnë atë. Pra, zotëri Mithari, e kemi këto 4 vjetë të qeverisë së Kurti, tashmë po pritet që ta marrë edhe një mandat të tjetër. Si e keni pa ju punën e Ministrisë së Financave krahas të gjithë këtyre ngjarjeve që kanë karakterizuar botën edhe vendin? Sigurisht ndoshta për shkak të dinamikave dëmon të zgjedhjeve duke filluar nga dëmon fundi vitit kaluar, pastaj edhe fillimin e këtij viti, nuk kam parë le të themi ndonjë kështu koncentrim të madh, ose koncentrim serioz të autoriteteve për të marrë me përditshmërinë e njerëzve këtu në Kosovë. Duket se dinamika do të thotë që u zhvillon për gjatë procesit të zgjedhjeve, mirë po edhe tashti që duket se është edhe një ngërç politik dëmon pas rezultatit të zgjedhor,
ekziston një paqartësi jashtëzakonisht e madhe të paktën për mua që i përcjellet domon këto zhvillime dhe zhvillimet globale, një paqartësi shumë e madhe se si po pozicionohet Kosova në raport edhe me zhvillimet tjera gjeostrategjike, domon geopolitike dhe gjeostrategjike në kuadër të zhvillimeve globale. A kemi një pozicion të mirë në kuadër të gjitha këtyre zhvillimeve globale? Pra jemi duke u pozicionuar në mënyrën e duhur? Po unë nuk shoh ndonjë përcaktim të saktë me thënë të drejtën, domethënë është një situatë shumë silent, kështu shumë e qetë, që të paktën në publik nuk është dhënë ndonjë indikacion domethënë se si po pozicionohemi. Po sa do ta dëmtoj Kosovën ky silent i qeverisë së vendit? Po gjithsesi për shkak se proceset, dinamikat gjeostrategjike janë duke zhvilluar shumë shpejt dhe ne si Kosovë duhet të konsolidohemi shumë shpejt dhe të përcaktohemi, të kemi një orientim pak më të qartë. Shiko, unë nuk them orientim perëndimor ose lindor në këtë rast, mirë po që të ketë një orientim më të qartë në këto politikat ose ndryshimet politike globale që kanë ndodhur dhe duhet t'i jap një pozicion të qartë Kosova për vetvete mas pari, mirë po edhe për partnerët të tjerë se si qëndron, a do të jetë pjesë e dinamikave të shpejta, ashtu siç kërkohen, që tashti në fakt po ndodhin, apo do të jetë me hapat ngadalshëm edhe le të them atë kuptimin kujtues se çka duhet të bëjmë, nuk e di, kjo mbetet për të parë. Pra, puna e Ministrisë Financave që më kthye edhe një herë, a ka punuar si duhet, si mbas jush, me qenë se ju jeni si eksperti ekonomisë dhe i dini më shumë fushën ekonomisë, a ka kry mjaftueshëm punën me qenë se u pa gjithë ky buxhet i shtetit i ruajtur nga viteve të paraprake, pa rritje e buxhetit mirë, po sa shpenzuar në mënyrën e duhur ky buxhet? Le të themi për mua si zë kritik i secilit pushtetit. Do të thotë asnjëherë nuk është mjaftueshëm që të punohet sepse njerëzit kanë nevojë për një jetë shumë të mirë, shumë më të rehatshme dhe shumë më cilësore. Do të thotë aq më tepër shoqëria jonë që është një shoqëri le të themi shumë e re dhe duke u konsoliduar duke u konsoliduar në rrafshin edhe ekonomik edhe politik. Mendoj që autoritetet, ose në këtë rast Ministria e Ekonomisë, është dashur të bëjë shumë më shumë. Ne, siç e dini, besoj të gjithë që komuniteti i biznesit ka qenë jashtëzakonisht në krizë në këto vitet e fundit, dhe ka pas jashtëzakonisht kritikat më mëdha për politika që janë ndjek nga Ministria në këtë rast, dhe kur i shohim të gjitha këto zhvillime, atë mund të them lirisht që nuk ka qenë një politikë e kënaqshme që ka mund të ofrojë një rritje ekonomike që do të ndikonte në cilësinë e jetës së njerëzve këtu. Zotëri Miftari, kemi pa edhe një rritje të largimit nga vendit të rinjve. Pra sa do të ndikoj kjo në ekonominë e vendit, duke ditur se ka mjaftueshëm njerëz që kanë lëshuar vendin vetëm vitin e fundit. Madje në mesin e tyre edhe shumë ekspertë të mjekësisë, shëndetësisë, të arsimit, më falni, e tjerë. Djelza, unë këto kam një mendim pak a shumë jo vajtues në raport me atë nëse njerëzit kërkojnë një jetë më të mirë, ndoshta për shkak se shumë vite kam punu dhe i kam ndjek trendin globale dhe është shumë e natyrshme që njerëzit të kërkojnë një jetë më të mirë, kudo qoftë ajo. Tani, a mund të jetë përgjegjësi autoriteteve, që nuk arrin ta plotësojnë një standard më të mirë për njerëzit, sidomos për trit ose për profesionistët që të jetojnë këtu, ajo është diçka tjetër. Mirë po asnjëherë nuk i gjykoj njerëzit pse kërkojnë një vend pune më të mirë, një pagë më të mirë dhe një mundësi më të madhe për ta zhvilluar jetën e tyre. Dhe kjo është normale në ditët e sotme. Mirë po është
e secilit, domethënë përgjegjësia e secilës qeveri, jo vetëm e jonja, por kudo qoftë në botë, por në këtë rast po flasim për ne këtu, që ndërtoj politika, domethënë politika të favorshme të zhvillimit ekonomik që mund që t'i bindin ose të krijojnë mundësi për njerëzit që të punojnë dhe ta krijojnë jetën e vet këtu. Me qenë se jemi tek të rinjët e vendit, pra kemi parë që shumica për tyre kanë kërku një punë jashtë vendit, kanë dalë në disa mënyra dhe kanë kërku një punë jashtë vendit. Mirë po qeveria e jonë tha se ka një rritje të punësuarve në vend. Mirë po në anën tjetër kemi edhe një migrim të shumë të rinjëve të cilët kërkojnë punë jashtë vendit. Pra, pse Kosova nuk po i përmbush të gjitha kriteret që të kemi një punësim të rinjëve këtu, po është e nevojshme që dalin jashtë vendit? Kjo prapë është ajo që thash edhe më herët, domethënë se për të krijuar mundësi që njerëzit të qëndrojnë këtu dhe fillojnë të vazhdojnë dhe ta zhvillojnë jetën e tyre dhe punën e tyre këtu, duhen politika, domethënë marrja politikave ose krijimi politikave qendrore dhe thelbësore që krijojnë mundësi që njerëzit të qëndrojnë këtu dhe të punojnë këtu. Mirë po, fakti i gjithë faktorëve të cilët i përmendëm më herët, domethënë ngritja e çmimeve, pagat e vogla, mundësia e vogël për punësim, tregu, domethënë jo le të themi tregu pak i çerregullt, jo i pak po goxha shumë i çerregullt këtu, të gjithë janë këta faktorë të cilët njerëzve ju vije shumë më lehtë dhe më mirë që ta gjejnë një vend pune dikun tjetër. Dhe ne nuk mund t'i gjykojmë asnjëherë ata të cilët duan që ta gjejnë një mundësi më të mirë. Ne duhet t'i gjykojmë në autoritetet pse nuk munden që të krijojnë mundësi më të mira për njerëzit që të vazhdojnë të qëndrojnë këtu dhe të punojnë këtu. Zotëri Miktari, më falenderoj shumë për kohën që gjete të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit shumë për gjitha këto detajet që na dhe edhe për rritjet e çmimeve në vend, po ashtu edhe për detajet e tjera. Falenderoj shumë. Ju falenderit dhe juve dhe punë barë. Mirupafshim, gjithat mirat. Gjithë mirat. E të ndëruar shikues, ne kthehemi përsëri në studio për të diskutuar më shumë rreth gjendjes politike në vend, ku me mua në studio në lidhje direkte përsëri do të jetë Mazlum Baraliu, politolog i cili do të na sqarojë më shumë rreth këtyre çështjeve. Të ndëruar shikues, u kthyem në studio me profesor Mazlum Baraliu, i cili do të diskutojmë për çështjet e qeverisë së vendit, por fillimisht, profesor, falenderoj shumë që erdhe në Infode. Faleminderit juve për ftesën, Djelsa. Profesor, besoj se keni pas sot në lajme se ka vdekur baba i ish-presidentit të vendit, Hashim Thaçi, pra pas vizitës që kishte ai në Kosovë. A besoni që do të lirohet përsëri që të vijë në varrimin e babait të tij? Do të duhej, është elementare në çdo procedurë dhe në çdo sistem, pra procedurë gjyqësore, çfarëdo që tjetë ajo, në cilën do fazë, dhe në çdo sistem juridik, normal dhe demokratik që të ketë edhe etik dhe humanizëm, të ketë edhe ndjeshmëri, sepse qytetarët të cilët janë në procedurat të caktuara, janë qytetarët barabartë dhe për ta vlenë, po thuaj se në çdo sistem të botës demokratik dhe njerëzor vlen parimi i prezumimit të pafajësisë. Që do thotë që gjithë ata ndjemtan që janë atje tani më të thjesht dyshuar nga një gjykatë që është surrogat, kinse e Kosovës, e bazuar në një ligj fatkeq dhe në një marrëveshje dhe në një vendim të Kuvendit Kosovës për ta themeluar atë, në fakt ajo është çdo gjë, por jo gjykatë e cila do të duhej të formohej dhe të bazohej në parimet kushtetuese dhe demokratike. Pra, megjithatë, pse po themi kështu, sepse është dëshmuar disa herë që të dyshuar në thojza atje janë mohuar të drejtat elementare njerëzore edhe për pjesëmarrje në rast smundje ose në rast varrimit të prindve të tyre dhe të afërmit të tyre. Në këtë rast do duhet domosdoshmërisht, pa marrë parasysh që para pak ditësh ishte
Hashim tha që këtu për ta vizituar prindin e tij, tani më kemi një situatë tjetër dhe ajo është humbja e prindit dhe do duhet domosdoshmërisht pa zhvilluar ndonjë pengesë ose procedurë të veçantë tjetër fare çfarë ata po dinë të bëjnë hera herës, do duhet që bazuar në parimet e procedurës penale dhe të kodit penal të ne, edhe të kodit procedurës penale dhe të etikës juridike, që domosdoshmërisht t'i mundsojnë ardhjen dhe pjesëmarrjen në varrim të zotit Hashim Thaçi. Profesor, ne kemi pa që tha që erdhi në Kosovë, si u është dukur trajtimi i tij që është bërë, pra gjitha ajo përcjellje madje edhe policë me fytyra të mbuluara, mezi si duket edhe fytyra atyre. Si është dukur trajtimi i tij? Fillimisht më lejoni të konstatoj që ne pasi është imponuar, thjesht me presione të ndryshme, me premtime të ndryshme, me friksime të ndryshme, shantazhe, sikur në qoftë se nuk bëhet kjo gjykatë çfarë u bë, fatkeqe dhe dëmshme për Kosovën, për ushtrinë qëndrimtare, për kauzën tonë, gjithë shtetërore dhe do të thosha kombëtare, sepse ne jemi një komb unik për shqiptarët. Megjithatë, do të thënë, ne kemi shpresuar qytetarët e këtij vendi që do të jetë një gjykatë kosovare, madje më specializuar dhe më e humanizuar, më korrekte në procedurë dhe më strikte në procedura, sesa madje edhe gjykatat e brendshme, për cilat vazhdimisht pothuajse kemi sugjerimet tona, vërejtjet tona që të bëhen më të mira, më humane, më efikase dhe më do të thosha efektive. Por kjo nuk ka dalur ashtu. Kjo periudhë prej mbi 4 vjet ka dëshmuar të atyre tentakulave dhe veprimeve që qoftë prokuroria, qoftë gjykata atje ka bërë në shumë dimensione, po sidomos zhvillim procedurës, duke përjashtuar parimin kryesor të transparencës dhe duke ndërprer seancat për qenë në vijën private kinse, pra dhe animet që kanë bërë dhe synimet, do të thosha, jo gjithherë në frymën e paktën në bazë vlerësimit të opinionit publik dhe mediave të ne, në bazë të parimeve të procedurës penale që janë të kodifikuara në kodin e procedurës penale dhe në kodin penal, thjesht na bën të dyshojmë se kjo gjykat nuk është duke vepruar ose të paktën nuk ka arritur deri në plotni të veproj në frymën e asaj që do duhet të bëhej dhe që është bërë, pra për të pasur një gjykim të drejtë në frymën e konventës europiane, se mos neni gjatë të kësaj konvente, ku përparësia kryesore dhe koncentrimi i procedurës në kuptimin e të drejtave duhet të jetë i orientuar në të drejtat e të pandehurve, të dyshuarve. Në këtë rast, kjo gjykat ka dëshmuar që nuk është sa duhet e përkushtuar as kushtetutës dhe as ligjeve të Kosovës dhe as parime procedurale, prandaj marrë në tërësi kjo gjykat ka shkaktuar më shumë breng e thjesht zhgënjim, se sa që ka prodhuar rezultate dhe efekte deri me tani. Pra, profesora, pritni që do të jepet epilog kësaj gjykate deri në fund të vitit, duke ditur se tashmë procedurat vetë se janë të zgjatur me gjithë ata dëshmitar të thirrur, sidomos nga Serbia, për të dëshmuar. Po, përpjekjet e kësaj gjykate për të dëshmuar diçka, për të konstatuar dhe dëshmuar diçka që kinse qenë ka dyshimi kryesor i bazuar nga prokuroria e kësaj gjykate në relacion me të pandehurit, deri me tani është vënë në shumë situata dhe gjatë shumë rasteve e ditëve të zhvillimit të procedurës në dyshim, sepse nuk ka rezultuar që shumë pretendime të prokurorisë të jenë të sakta ose të jenë të argumentuara dhe të objektivizuara. Prandaj ne kemi situatën kur në rastet saktura gjatë ditëve të ndryshme kur zhvillohen procedurat atje, sidomos dëshmitarët e prokurorisë, po edhe gjykatësit, trupi gjykues që është involvuar aty, që
të heqin dorë madje nga disa, vetë prokuroria, nga disa dëshmitar për të treguar, dëshmuar se nuk ka bazë pra të mjaftuar dhe do thosha unë të sigurt të dyshimit për atë që është formuar kjo gjykatë dhe që prokuroria e ka bazuar akt akuzën e saj. Me që është kështu, atëherë është paralajmëruar që gjykimi do të përfundojë gjatë këtij viti. Unë mendoj që ka bazë të mjaftuar që dhe është e kaluar madje kjo kohë zgjatje sepse ka mund që të pandehurit të mbrohen në liri. Ata kanë qenë të gjithë të përgjegjshëm dhe ju kanë ofruar gjyqësisë dhe gjykatës atje, prokurorisë, kërkesave tyre, vetë janë lajmëruar atje, nuk janë shmangur drejtësisë dhe kanë deklaruar që janë pro një gjykatë të tillë, por me kusht që ajo tjetë e bazuar në parimet e objektivitetit dhe zbulimit të vërtetës materiale. Dhe jo të insinuatave dhe grumbullimit të dhënave të një shteti që është i orientuar miqësisht ndaj nesh. Profesor, si e keni pa ju sotën në Kosovë, i cili qëndroi emisari i ri i Bashkimit Evropian për dialogun, fillimisht takoi presidentin e vendit, mandej edhe kryeministrin e detyrë, zotri Albin Kurti. Si e keni pa ju vizitën e tij në Kosovë? Unë mendoj që fillimisht kjo vizitë është paksa e parakoshme, ndonë se mund të jetë e përgatitur, për arsye se ne ende nuk e kemi një qeveri të re, duhet kemi një qeveri të re, ende nuk dihet se kush do të jetë në këtë qeveri dhe ata nuk e dinë, as ne nuk e dimë sepse varet shumë nga kombinatorikat të ndryshme që mund të jenë. Fillimisht i takon të parit fitues, por mund të ketë edhe variacione tjera dhe ish dashur mbase kur themelohet qeveria që me te, se ajo është legjitime dhe legale për të bashkëpunuar dhe për të koordinuar. Por sidoqoftë, në kjo vizitë mendoj që qëllimin kryesor duhet ta ketë një mesazh për qeverinë e re, se çka në fakt Bashkimi Evropian, struktura e re institucionale, me përfaqësuesin e politikës së jashtme zonën Kallas të re, dhe me një emisar të ri, posaçërisht për Kosovën, se zotin Sorensen, që të tregoj se çfarë detyra duhet pasur dhe duhet përgatitur që e presin qeverinë e re në dialog me Serbinë dhe në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Profesor, përmendet ndërrimin e emisarëve të Bashkimit Evropian, sa do të kenë ndikim këto pryrjet e reja në Bashkimin Evropian dhe ato ndihmojnë Kosovën që të përmbyllet procesi i dialogut? Në qoftë se nuk do të ketë ndryshim të politikës miope deri tani, fatkeqësisht jo adekuate dhe jo strategjike, ose gabimisht strategjike të Bashkimit Evropian në relacion me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, posaçërisht në relacion me dialogun Kosovë-Serbi, unë mendoj që Kosova do të jetë objekt edhe më tutje i bisedave të kota, një dialogu pa fundi i cili nuk sjell asgjë të re, por vetëm ngarkim dhe përgjegjësi për të shmangur nga problemet e brendshme dhe për të marrë me një problem i cili që është dialogu që nuk ka fund, por do duhej që të ketë një riformatizim të dialogut, do duhej që Bashkimi Evropian definitivisht ta kuptojë që me Serbinë, e cila është kandidate dhe me të cilën po absolvon kapituj të ndryshëm në avansimin e kandidaturës së Serbisë për të bërë antare e Bashkimit Evropian, që duhet stopuar dhe duhet treguar Serbisë vendin ku e ka. E vendi i Serbisë është pas gjitha këtyre sjelljeve, shantazhe, probleme që krijon në Ballkan dhe në relacion me Kosovën, duke bashkëpunuar e vetmja përveç Bellorusisë në Europë me Rusinë, me Kinën, me shtetet e tjera të bllokut atje lindor, që duhet të ndryshoj strategji, të integrohet dhe të zhvilloj dialog pa paragjykime dhe serioz një dialog i cili nënkupton një marrëveshje të re, pra riformatizimi i dialogut duhet bëhet për të ardhur edhe për të filluar me atutje dialogun nga Bashkimi Evropian, ndrimi i politikës miope, siç thash që 15 vjet nuk ka dhënë asnjë rezultat, dhe përpilimi i një marrëveshje e cila nënkupton njohjen definitive de jure dhe de facto të Kosovës.
Sa po me ardhjen e Donald Trumpit në krye të Shtetit Amerikan, a mund të ndikoj Donald Trump në përshpejtimin e gjithë procesit të dialogut, pra t'i jep një epilog më të shpejt të dialogut Kosovë-Serbi? Po, pikrisht mundet, sepse kemi një qeveri, një administratë më tepër të parashikueshme, më tepër transakcionale, se sa kuptimisht puro diplomatike në kuptimin e zhvillimit të trende politikave, respektimit të parimeve diplomatike dhe afatizimeve të caktuara. Dhe pikrisht këtu që ndonë në rreziku për Kosovën, dhe unë mendoj që prandaj duhet kemi një qeverisje, tani të mendojnë mirë subjektet politike fituese, gjitha këto që kanë marrë vende në parlament, që duhet ketë një qeveri të përbashkët, duhet të unifikohen, nuk është kjo as floskul, as nuk është pasazh i thatë, themi floskul politike, por është një kërkes imediate e kohës, një imperativ i domosdoshëm që të bashkohen, të kenë një qeveriset përbashkët, sido që t'ja vejnë emrin ata, e cila do të përballet me sfidat që do t'jenë pikrisht edhe nga politika e ndikueshme në Europë nga administrata amerikane e Trumpit, dhe që natyrisht ndikimeve eventuale në dialog në mes të bashkimit Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë Carise lidhur me Ukrainën, e që mund të ketë tangencë, mund të ketë prekje pra të problemeve tona dhe të Kosovës, duhet jenë bashkë në mënyrë që të marrin vendime meritore e që nënkupton as një lëshim, as një koncesion, as kujt, as asociacionin dhe as gjë tjetër, sepse Kosova ka dhënë tepër, s'ka çka jep më shumë, por një qëndrim i përbashkët dhe një përgjegjësi e përbashkët, në mënyrë që të ketë një marrëveshje edhe të imponohet një marrëveshje, pra me këmbgulsi dhe korrektësi nga Kosova për një pajtim me Serbinë, kuptimin e njohjes së Serbisë, edhe de jure dhe de facto. As një variant tjetër dhe as një qeverisje tjetër e pakicës, qoftë opozita do të kenë qeverisje produkt, qeverisjen e pakicës dhe të përkohshme dhe fragjile, nuk mund të t'i bëj ballë gjitha këtyre presioneve në këtë tektonizmin, në këtë vorbullën e fortunave gjeopolitike dhe rirreshtimeve të rendit të ri ndërkombëtar, i cili është i rrezikshëm sidomos për vendet e vogla siç jemi ne. Profesor, tashmë ka përfunduar procesi i numërimit të votave, kanë mbetur vetëm disa vota që dikush është ankuar në lidhje me procesin e votimit. Pra si e keni pa ju, kush me kënd ka mundësi që ta formojë qeverisjen e vendit? Po, duke u bazuar nga deklarimet e shpeshta, edhe parazgjedhore dhe pas procesit të zgjedhjeve, varianti i parë që është i bazuar në kushtetut dhe në ligj, është ai që partia, gjithsesi koalicioni fitues në këtë rast, ka të drejtën i pari të mandatohet nga presidentja dhe të bëjë qeverinë. Nëse këta munden, edhe kjo mundet, ka teorikisht mundësi që të bëhet me komunitetet pakicë, jo sërbe, dhe me nismen socialdemokrate, por kjo do t'jetë me gjithate e përkohshme, mund t'jetë edhe stabile, nuk e di, pas zgjedhjes presidentes dhe gjatë zgjedhjes së presidentes së vendit, sepse askujt nuk i shkon favor shkuarja me njëherë, ose pas një vitin në zgjedhje, sepse zgjedhjet edhe janë të kushtueshëm, po janë të pasigurta për deputet, dhe e din deputet se çfarë mundime shtantaljane kanë pas dhe odisejade për të fituar vota për të qenë deputet, po edhe subjektet politike nuk është që kanë ndonjë pritshmëri për ndonjë rezultat tjetër. Asnjëherë, as pozitë as opozitë, dallueshëm shumë më tepër se tash, prandaj varianti i parë është që të shkohet në këtë mënyrë, varianti i dytë është opozita të bëjë me pozitën, siç e thash, një qeverisje me bazë nacionale, gjithë përfshirëse, të gjerë, dhe varianti i tretë është që vetëm opozita me komunitetin jo sërb pakicë dhe me ndonjë parti tjetër, në këtë rast mund tjetë edhe lista sërbe, në qoftë se me që përpara kemi pasur shembuj të tillë, ose me ata që mund të
marrin nga shumica, pra ndonjë deputet që mund ta marrin nga shumica dhe ta bëjnë shumicën e thjesht demokratike që është 61 plus deputet. Këto qeverit që ju përmendet se kanë mundësi që të bënë, cila prej tyre mendoni se do t'ishte më afatgjate? Vetëm kjo që po them gjithë përfshirëse një qeverisje unifikuese e unitetit nacional ose gjithë përfshirëse me bazë të gjerë, si doni që ta quani, jo teknokratike, por një qeverisje e cila do të respekton të secilën parti fituese, do të unifikonin mendimet, do të unifikonin programet qeverisëse, në një program qeverisës, dhe do të dilnin bashkarisht, si që bën Gjermanët, ju lutem. Gjermanët pra mundet me qenë gjitha, unë mendoj se gjitha duhet, po mundet edhe ndonjëra prej tyre, pra në këtë rast partia fitus ose koalicioni fitus me PDK-n dhe LDK-n, edhe pse jo edhe me aliancën, po nëse ata janë këm gullës të jo, ata LDK dhe PDK vetë vendosje e bëjnë shumicën dhe një qeverisje e cila do t'jetë stabile, mandej gjithë përfshirëse dhe do t'jetë e përgjegjshme dhe legjitime e legale në kuptimin e marrjes së vendimeve të ndryshme që mund t'jenë qoftë fushën e diplomacisë politikës së jashtme, qoftë brenda vend, por që janë jashtëzakonisht rëndësishme dhe sfiduese. Por ato vendime nuk guxon të jenë në dëm të Kosovës. Pra në këtë rast, çështja më kruciale, Thember Akili është asociacioni çfarë është propozuar në projekt statutin evropiano-amerikan, ai ashtu çfarë është nuk duhet pranuar, sepse në fakt nënkupton faktikisht invalidizimin e shtetit të Kosovës dhe humbjen e perspektivës të tij dhe funksionalizimit të tij në jetën e përditshme në perspektivë. Prandaj, po një qeverisje përbashkët e cila ju bën ballë të gjitha goditjeve, kërkesave dhe prurjeve të reja dhe papritshmërive nëse doni që mund të sjellë rend i ri ndërkombëtar që po krijohet dhe rreshtimet edhe kërkesat nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Profesor, mirë po përmendet LDK-n edhe PDK-n si pjesë që mund të formojnë qeverinë. PDK-ja tha se nuk do të formojë qeverinë me lëvizjen e vendosje. Madje tha vetëm nëse ai zgjidhet kryeministri i vendit, pashtu edhe LDK-ja vendosi barierë ndaj lëvizjes vendosje. A mund t'i lajnë gjitha këto inate politike dhe të shkojnë deri në formimin e qeverisjes, duke ditur se proceset botërore po ecin me hapa jashtëzakonisht të mëdhej dhe Kosova duhet që të paktën të arrijë që të jetë pjesë e këtyre hapave të Bashkimit Evropian dhe e botës në përgjithësi. Në politik një nuk bëjnë 2, po mund bëjnë 3, mund bëjnë 4. Pra asgjë nuk është e paralizueshme dhe asgjë nuk është statike. Nuk ka shumë fatkeqësisht qëndrueshmëri etike dhe morale dhe vendosmëri në kuptimin e mos ndryshimit të qëndrimeve sipas situatave politike. Ju e dini ne jemi shtet i brisht, demokracie brisht, ju e dini po ashtu dhe opinioni publik që elitat tona politike kanë ditë të ndryshojnë qëndrimet shpesh dhe atë që kanë thënë po, kanë bërë jo e kanë bërë po dhe në ndikimin e bashkisë ndërkombëtare të pranishme këtu, shteteve të Quintit më saktësisht dhe qendrave kryesore vendimarrëse që janë Brukseli dhe Washingtoni, kanë ndruar qëndrime. Unë mendoj që gjitha këto që janë thënë e bërë ose përsëritur, qoftë para zgjedhjeve ose edhe pas zgjedhjeve mund të ndryshojnë dhe duhet ndryshojnë në interes të vendit. Nëse dikush prej bashkisë ndërkombëtare do të duhej tipte, nuk e kanë dhënë ende në një sinjal, paktën jo publikisht, që të bashkohen këto parti politike për ta bërë një qeverisje edhe të besueshme edhe të qëndrueshme, do duhej bërë. Po edhe pa ata, unë mendoj që do duhej vetdia politike, përgjegjësia që kanë marrë me votat aq sa i kanë marrë, partitë politike kanë borxh dhe detyrë që ndaj votuesve të tyre dhe votuesve të Kosovës përgjithsisht, që ta bëjnë një qeverisje të përbashkët, të fuqishme, stabile dhe që i bën ballë sfidave dhe kërkesave të kohës. Vetëm edhe publikimin e listave të deputetëve, pra si keni pa jo këto listat e deputetëve, pati edhe disa të ri që kishin hyrë në këto lista, pashtu pati edhe disa të tjerë, të cilët kanë kontribuar, mirë po që
nuk ishin në ato lista. Rotacionin e politikë edhe në përfaqësim në kuvend, këtë rast është shëndet i demokracisë. Dhe është madje shëndet dhe është impuls ose duhet merre si një impuls, një infuzion pozitiv për subjektin politik edhe një vetëdijsim për domosdoshmërinë ndryshimeve në kuptimin e përtrirjes demokratike që nënkupton përtrirjen e strukturave në parti dhe në përfaqësim në kuvend, këtë rast në qeveri, me njerëz të rinj. Dhe kjo po ndodh dhe ka ndodhur edhe në këtë proces elektoral, unë mendoj që nuk duhet ta marr askush keq këtë, unë mendoj është pozitive, pa marrë parasysh kontributin aq sa kanë dhënë ata që kanë dhënë që janë në disa mandate në subjekte të ndryshme politike, por që kësaj radhe nuk kanë marrë besimin, duhet marrë si të mirëqen, si diçka që është porosi e elektoratit që ata nuk duhet jenë aty. Është mirë që ka prurje të reja dhe është mirë që nga këto prurje në kuvend, nëse bëjnë një qeveri të përbashkët këto subjekte politike dhe unë kam mbull që është imperativi domosdoshëm që ta bëjnë, atëherë duhet pikrisht këto forca të reja të bartën me energji të reja, me profesionalizëm të ri, aty ku ka profesionalizëm, aty ku ka ndëshmëri dhe themi etike, politike dhe njerëzore dhe profesionale, të merren këta njerëz nga kuvendi si deputet dhe të bartën në ekzekutiv në mënyrë që ta kemi edhe një qeverisje kompatibile me kërkesat e kohës dhe kompatibile me kërkesat e kuvendit. Sepse kemi situatën tash në legjislatura të ndryshme, pothuajse në vazhdimsi, kjo është e nënta, në 8 përpara që qeverisjet të kenë më shumë ndikim në kuvend dhe jo kuvendi në qeveri. Pra kjo është e kundërta e asaj që quhet shtylla, më falni, pushteti 3 shtyllësh, ku legislativi është, kuvendi është kryesori dhe do duhet që ati t'i nështrohet ekzekutivi dhe të veprojnë në frymën e kërkesave dhe imperativeve legislative që ka kuvendi. Pra me njerëz të rinj, me prurje të reja, me më të mirët që kanë potencial partitë politike, të bëhet qeverisja të bartet, pra edhe në ekzekutiv në mënyrë që të kemi një kuvend përgjithshëm, efikas, çfarë nuk e kishim. Keni parasysh pothuajse çdo strukturë, çdo legjislaturë e kuvendit ishte në mes 30 dhe 40% në efikasitet. Me 10 ligje kanë mbetur pa u miratu. Do duhet kishim një legjislaturë dhe një kuvend të përgjithshëm, efikas dhe profesional sa më shumë, edhe një qeveri e cila po ashtu do të krynte punën e saj në ekzekutiv me përgjithësi, me profesionalizëm të lartë dhe me ndershmëri me dur të pastërta. Profesor, ju po thoni se ka pasur ngecje të disa ligjeve të paproceduara, gjë që ka shtyrë që edhe shumë punime të ndalen, mos vazhdohet puna e disa ligjeve në fuqi. Pra mendoni se ka qenë një dështim mënyra e se si është bërë politika në Parlamentin e Kosovës? Po është në radhë parë strategji ka qenë e subjekte politike të opozitës që për shembull mos miratohen edhe disa marrëveshje ndërkombëtare dhe të stagnohet. Mandej ka pasur strategji që ndonjë subjekt politik mos votoj asgjë, asnjë ligj, dhe mandej strategji që një subjekt ose një tjetër politik t'i dërgoj ligjet me rend, vende pa vend, s'po them unë pa vend, por vlerësimi është i opinionit i tillë që të dërgojnë gjykatën kushtetuese, ka pasur bojkot nga qeveria, ka pasur edhe nga qeveria, pra shumica përfaqësuese atje, edhe për më tepër, po ka pasur bojkot edhe nga partitë opozitare dhe kemi pas ngecje në zbatimin e planit legjislativ. Dhe kjo mandej i kthen gjendjen në zero. Pra të ligjeve, gjitha ligjet kanë mbetur pa u miratuar, pa u ndryshuar, pa u këthe. Ndërkohë që kanë mbetur edhe pak të nëndë, më zgabosha unë në marrëveshje ndërkombëtare që kanë vlerën e tyre qindra milionëshe në dobi të Kosovës që të mos miratohen, dhe kjo nuk ja shqyton askënd. Betejat e tilla politike janë thjesht destruktive. Mas pakut janë destruktive sepse interesin politik të betejës dhe luftës politike për të fituar diçka ose për të realizuar ndonjë objektiv politik të subjektit politik e dëmtojnë interesin e përgjithshëm. Dhe kjo ka ndikuar që disa subjekte edhe të dënohen, edhe pse kanë menduar që do të fitojnë shumë e do t'i bëjnë kryeministra, krye listat e tyre
ata që ishin kryet listave. Pra, do duhet që të kishim përgjegjësi më tepër dhe do duhet që të kishim efikasitet më tepër. As në qeveri dhe as në parlament, po parlamenti është kryesori, nuk kemi pasur një gjë të tillë, nuk kemi parë dhe prandaj do duhet ndruar metoda e punës. Do duhet që partitë politike në radhë parë të mendonin mirë kënë kanë futur në listë, tani me ata që kanë fituar t'ju jepet besimi dhe jo vetëm formalisht bën deputet dhe mandat ju thuhet voto këtë mos që është e kundër kushtetuese, sepse mandati i deputetit merret nga partia, po është personal. Dhe ai ka të drejtë ose ajo që kurdo që mendon që për një çështje thotë jo, të mos e votoj, edhe thotë po ose të abstenoj. Ndërkohë që subjektet politike ndërhyjnë shpeshherë dhe në mënyrë, do të thosha unë, jo parimore të dëmshme për shëndetin e demokracisë dhe efikasitetit të kuvendit, e pengojnë punën e kuvendit, por edhe pengojnë realizimin e objektivave qoftë kuvendit, qoftë qeverisë, dhe realizimin e ligjeve, gjithsesi miratimin e ndryshim plotësimeve të ligjeve që imponon koha, e të cilat do duhet miratoheshin në mënyrë që pastaj mos ketë bllokat, ka mundësi tjera të betesë politike për të bërë, po jo aty ku pengohet nxjerrja e ligjeve, miratimi i tyre, analiza, debati dhe i marrëveshjeve ndërkombëtare. Profesor, kemi pa dhe deputet se për shkak se nuk i ka përmbushur ato detyra që janë zhdhënë nga partia, e kanë lëshuar edhe subjektet politike, pra, që të mos, vetëm që të mos shkelet e drejtat e tyre, pra. Po, pikërisht, ky është monopolizim i një vendosje, pra, procesi vendimarrës në një parti politike përmes grupit parlamentar. Dhe kjo nuk është e shëndetshme, madje është edhe kundër kushtetuese, siç ju thash. Dhe prandaj për rrjedhoj të kësaj, ne edhe në koalicionin qeverisës në mandatin e kaluar të kësaj qeverie, kemi pasur një numër deputetësh që janë deklaruar publikisht se nuk do t'i votojnë disa ligje që kanë pas karakter të jashtëzakonshëm, të rëndësishëm, siç është kodi civil, që është në fakt kushtetuta e dytë e Kosovës për garancia, e që mendoj që kanë bërë mirë, unë personalisht mendoj që kanë bërë mirë ata që nuk e kanë votuar ligjin për kodin civil, ku parashihet ndër të tjera në ninen martesa mes një gjinie, dhe kanë bërë mirë që shumëzimin atje ligji për shumëzimin fekundimin in vitro nuk e kanë votuar për arsye se ka pasur disa probleme serioze dhe ato problemi kanë konstatuar ekspert që vetë qeveria dhe parlamenti kanë marrë nga Danimarka, kanë nga të tjera vende dhe nuk i kanë votuar, prandaj është hidhur partia dhe qeveria. Nuk mundet tash qeveria, ajo që ishte, të kaloj prej një orientimi ideologjik, sepse ka programe, ka detyrë programore dhe premtim zgjedhore ka pas edhe para antarëve të vetë partisë, edhe para votuesve, që të kalojnë diçka krejt tjetër ekstra liberale, pra nuk është sepse është për nga karakteri ideologjik dhe politik është për shembull parti e majt, e të kalojnë në politika djathtisë ose e kundërta. Dhe pikërisht këto raste e shembull edhe ndonjë tjetër kanë ndikuar që deputetet kenë një egon e tyre politike, të kenë qëndrimin në frymën e kushtetutës se lejon në 77-71 që ata të votojnë sipas ndërgjegjes së tyre dhe të marrin përgjegjësinë se mandati është personal. Ndërkohë që mandej disa prej tyre dhe kanë ndru partie dhe orientime. Sa mirë, po gjatë kësaj qeverisje, sidomos nga kemi parë në lëvizjet në vendosje, e sidomos në fjalimin e fitores që o kishte ku Deona Mihali, u përshpërit edhe fjalimet e tyre se çfarë lexoshin ata, çfarë thoshin ata para turmës cilët kishin dalur mi pa. Pra, profesor, a mund të kemi diktime edhe se çfarë flasin në kuvend, në publik, të gjithë ata që i përkasin partive, jo vetëm vetë vendosjes, por edhe të gjitha partive të tjera? Mendoj që përgjegjësia... Ikshme, profesor, kjo që duhet që pa tjetër dikush të u diktoj se çfarë të themi në kuvend. Tash më parë, po e përsëris, ajo është diktat dhe monopolizim. Pra ndikimi në mandatin, në orientimin, në shprehjen, lirinë e shprehjes, të mendimit dhe pikpamjeve, qëndrimeve që kanë deputetet,
qoftë nga një parti politik ose një tjetër, qoftë nga grupi parlamentar ose nga struktura tjera partijake jashtë kuvendit ose brenda kuvendit, është edhe i dëmshëm, është edhe i palejuar. Dhe mbi të gjitha është i dëmshëm për demokracinë, cilën ne po përpiqemi ta ndërtojmë pa ekivoke, pra një demokraci të pastër me bile do të thosha autoktone shqiptare në këtë pjesë të trojeve etnike. Prandaj këto që ndodhin, o mendoj që në përgjithësinë megjithatë edhe mund të shushërisë dikush, edhe mund të përshpërisë, por përgjithësia i takon atij ose asaj që shprehet. Dhe një fjalor i cili nuk është adekuat, qoftë para zgjedhjeve, qoftë pas zgjedhjeve, kujdo qoftë, nuk e amneston atë eksponentin politik, një subjekti politik nga përgjithësia. Ndërkohë që përdorimi i zhargonit të tillë vetëm i bën dëm dhe i kthehet bumerang subjektit politik dhe nuk i bën shëndet dhe nuk i ka hije, madje është edhe e kundërligjshme, do të thosh edhe në kundërshtim me rregullat zgjedhore. Prandaj PZAP dhe KQZ-ja kanë vepruar drejt kur kësaj radhe më shumë se herave tjera kanë shqiptuar gjoba pothuajse çdo subjekti politik që ka bërë shkarjet e tilla, pra me një fjalor që nuk është adekuat, nuk është i hishëm, nuk është etik dhe moral në frymën e komunikimit ose interkomunikimit politik në mes subjekte politike. Kur mendoni se dhe sa kohë mendoni se do të zgjas formimi i qeverisë së vendit, pasi që kemi agenda të cilat më nuk presin edhe zgjatësime të gjata? Varet nga nga ankesat që mund t'jenë këto ditë, pikërisht pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, në PZAP, pra në panelin për ankesa dhe parashtresa dhe në shkallën e dytë gjykatën supreme. Është paralajmëruar sikur ka, se të paktën është bërë ditur edhe mediatikisht që ka me dhjetra dhe qindra ankesa, qoftë nga kandidatët të subjekte politike, qoftë nga subjekte politike. Derisa këto të absolvohen në fatet kohore ligjore, qoftë në PZAP, qoftë në gjykatën supreme, nuk më të ketë certifikim të rezultate. Pasi këto të përfundojnë, pason certifikimi rezultateve dhe pas certifikimit të rezultate dërgohet lista kuvendit dhe presidentës, dhe presidenti është e obliguar në fat prej 1 muaji të caktojë mbledhjen konstitutive në të cilën do duhet të zgjidhej kuvendi dhe strukturat e tij. E pastaj nuk ka fat më në kushtetutë, as në ligj për zgjedhjet e përgjithshme, se sa duhet të bëhet kjo punë për dërguar emrin e kryetarit partia fituese, dhe këtu mund të ketë zvarritje. Nëse jipet kjo dhe kur të jipet kjo dhe kryhet, atëherë pra zgjedhja e organeve të kuvendit, atëherë pason një afat tjetër kushtetues dhe detyrë kushtetuese që partia fituese të mandatoj dikend për kryeministrin, këtë rast zotin Kurti, dhe t'ja dërgoj presidentës dhe ajo në fat prej 10 ditësh do duhej ta miraton të kandidaturën, mandatin, dhe mandej kuvendi do duhej ta zgjidhte me shumicë votash atë. Nëse nuk e zgjedh ai, atëherë është një mandat tjetër dhe 15 ditë të tjera të dytit nga radha jipet me vendim gjykatës kushtetuese dhe me kushtetut, dhe ai pastaj duhet ta zgjedh. Nëse nuk e zgjedh, nuk e fiton shumicën, nuk e garanton presidentën që ka 61 plus deputet për ta bërë qeverinë, atëherë brenda 45 ditësh do duhej që të shpalleshin zgjedhjet e parakohshme dhe të jashtëzakonshme dhe këtë detyrë ka presidenti. Faleminderit shumë që ishe pjesë e Infodesë dhe na sqarove të gjitha detajet se si duhet të formohet qeverisja e vendit. Faleminderit juve. Të nderuar shikues të Infodesë, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.